por po e mendoj këtë gjë. Frederik, shumë faleminderit për këshillën. Funksionoi në mënyrë perfekte. Kjo është spektakolare, shëtitës. Mos harro, të pranosh diferencat shpeshe bën marrëdhënien edhe më të pasur. E di, ai do të më hante. Çfarë po ndodh këtu? Shëtitës, se nuk ka vitem që po të shoh. Po fal për rrëmujën, por unë po pyesja krimin hapësinor për miqsinë edhe... Nuk më intereson kapini ata. Si mendon, numri 9042, numri 117? Vetëm bëj gjën që mendon. Barry! Gëzuar ditëlindjen, Barry! Shoku është ditëlindja jote, po përse nuk na ke thënë? Duhet të festojmë për dy. Përse mbajtë ke përsëri, Barry? Ne të duam ti, ti je shoku ynë. Dalini ata! Po turproni mua edhe veten tuaj tani! Më vjen tmerrsisht keq, por besoj se kam goditur diçka të rëndësishme gjatë tërbimit tim. Ky stacion së shpejti do të... mirë, do të shpërthej. Pafshim! Deni më parë të gjithë gjërat e mia! Mirë koha për tikur. Edhe një gjë tjetër. Silvia? E dija që do të kthehesh e shoqe e mirë. Je me fat, sepse partneri im më ka bërë një person më të mirë. Jo, thesari im! Dhe ne do ta kthejmë anijen të padëmtuar. Ajo anije e vjetër ishte gjithçka që kisha. Mund të isha shumë i pasur. E kuptova. Ti fiton diçka, ti humbet diçka. Apo jo sill, çfarë do të bëjmë tjetër? Shkrime në mur? Një reng? Do të vjedhim një anije kozmike? Mendoj që edhe shëtitësi mund të vi. Ajo do të kthehet. Përshëndetje, le të flasim për ndershmërinë. Jo! Pra partner, çfarë do të bëjmë tani? Të ndihmojmë Virtuvianin armatosur me një varsë rrobash, të gjejmë cepin e humbur të planetit të mistershëm Rubikian? Ju i shkatruat të gjitha gjërat e mia dhe do paguani për këtë. Ndoshta me para, por sigurisht e me vuajtje. Si thua për pak aventurë. Hajde ho, Silvia! Largohemi! Unë të urej, shëtitës! Të urej! Edhe unë të dua shumë! Unë të urej shumë, shëtitës! Edhe unë të dua shumë! Ha 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 ha!